Është era e parë që drejtori drejt për drejtë në policisë. Zakonisht i natën e kanë në ekspedicione të arrave pas Përfitoj nga rasti të bëj një falënderim për profesionalizmin që kanë treguar punojësit e policisë dhe vetëm Zoti e di se sa krenar jam për ta dhe për atë që ata bëjnë çdo ditë dhe për atë që sot kanë treguar vetë përmbajtje dhe qytetari të iskashme në kundërshtim me atë me të cilën u përballën, e cila ishte shenjë barbarie ekstreme. Me sa vura re gjatë protestës, pati 2 të mitur të cilët po kishin me shfaqjen veprime të dhunshme gjatë protestës, duke hedhur sende të forta në drejtim të efektiveve. Do të shoqërojnë ata siç ndodhi edhe në protestën e shkuar kur shoqëroi një 10 vjeçar? Hetimet sapo kanë filluar, ekipet po bëjnë qyrjen e vendin ngjarjes, ne në vazhdimsi kemi bërë thirrje që të miturit të distancohen. Ne do të nxjerrim përgjegjësitë në bashkëpunim dhe me prokurorinë e Tiranës dhe besoj në vazhdim do të kemi dhe qëndrime për këto situata. Po përveç efektiveve të policisë, ka protestues të plagosur? Me informacion sa keni deri tani? Nuk kemi informacion deri tani për protestues të plagosur.